Shikues të Vallë.com, tashmë ku ka funduar procesi i votimit për këtë balotash, ne paraqitemi nga qendra lëvizjes dhe vendosje këtu në Prishtinë, derisa jemi në pritje të rezultateve të para zyrtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Aktualisht këtu brenda janë pjesëtar të partisë së Partisë Shtatës Qendror, ndërkaq tek thirrja këtu në obor. Nuk ka ndonjë lëvizje apo turma simpatizantësh përveç aktivistëve që populli po dalin ke pastë. Ndërkaq drejtuesit e lëvizjes dhe vendosje deri më tash nuk kanë dalur me ndonjë deklaratë zyrtare në procesin zgjedhor, veçse kanë konfirmuar se do të ketë konferencë për media sapo që mund të ketë ndryshime rezultatesh. Pra, atmosfera pavamjes si shihet mbetet e qetë dhe nuk ka diçka të jashtëzakonshme, ndërkaq ne po vazhdojmë të shënojmë të raportojmë për të gjitha zhvillimet e tjera që do të mund të ndodhen në